Osman Fetahu nga fshati Debollde e komunës së Vitis merret me kultivimin e patatës. Sipas Fetahut, toka është efikase për prodhimin e patatës, por edhe kulturave dhe perimeve të tjera. Patatja e Deboldes konsiderohet si cilësore për zierje dhe pjekje. Fetahu gjithashtu kultivon edhe speca të cilësisë së lartë. Quhem Osman Fetahu, fshati Debollde, i lindër në Debollde. Këto punojmë këtë tokë, gjyshe, babgjyshe, katra gjyshe, po e kemi trashëgimin prej të parëve tonë. Falë tyne e kemi cilësinë e tokës, cilësinë e patatës, që konë në Evropë nuk e ka këtë cilësi. Në rendiment madh nuk na jep, po për atë që e ka, për neve mjafton. Se e ka çmimin, e ka cilësinë, i kemi mishteri të rregullt për këtë patate. E tash këtu kemi arritën ndikon në alësim bidetare jemi 1400 metra, pika kufitare thirrët kodra e furrës. Tu i kam dikon 9 hektar tokë gjyshit, babgjyshi, katra gjyshit që na i kanë lënë trashëgimi. E punojmë për çdo vjet, mirëmi pak me patate, pak me grune, këto rendimentet bujqësore, gjitha këto që i kemi me punu.